لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد Allah në falenderojmë edhe vetëm prej Tij ndihmë, falje, udhëzim kërkojmë. Përshëndetje, salavat, dua gjithherë ja dërgojmë të dashurit tonë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij, si dhe mbi të gjithë ata të cilët e kanë pasur dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e Kiametit. Besimtarë të nderuar, tema e kaluar ishte si pikë kryesore apo tema e parë që ka të bëjë për vëllazërinë në Islam. Çka do të thotë vëllazëri në Islam? Kurse sot inshallah me ndihmën e Allahut dhe lejen e Tij do të flasim apo do t'i tregojmë disa shkaqe që e forcojnë lidhjen tonë në mes veti, që në bëjnë më të fortë, më të dashur, më afër Allahut Dhul Gjelal. Prej shkaqeve që forcohet vëllazëria, shoqëria në mes nesh, është përhapja e selamit në mes nesh. Thot Muhamedi alayhis salam: "Walladhi nafsi biyadihi la tadkhulul jannata hatta tu'minu." Thot pasha atë i cili shpirtin tim e ka në dorën e tij. Dhe Muhamedi alayhis salam kur i ka thonë hadithet, këshillat e tij, fjalët e tij, duke u betu me kësi betimi, don me na tregu se diçka është shumë e rëndësishme. Thot pasha atë i cili shpirtin tim e ka në dorën e tij, dhe me thonë pasha Allahun. Thot nuk kini me hinë xhennet për deri sa ta besoni Allahun Dhul Gjelal. Wala tu'minu hatta tahabu. Po ashtu thot nuk keni me besu për deri sa ta doni njëri tjetrin. Pra kushti i parë që e ka bo Allah Zogjel për me hinë xhennet, me besue Allahun Dhul Gjelal. Pa tjetër. Thot pastaj për mu plëtsu ki kusht, thot pa tjetër nuk ka mu plëtsu imani juve, besimi juve për deri sa nuk e doni njëri tjetrin. Ala dullukum ala shay'in idha fa'altumu, thot atë ju tregoj për diçka që nëse ju edhe proni, keni me dash njëri tjetrin. Çfarë? Afshu selama bejnekum. Për hapën e selamin në mesin e juve. Jepni selam njëri tjetrit, thoni assalamu alaikum, kur ta takoni njëri tjetrin, se kjo e shton dashurinë në mes juve. Dhe kjo si shkaq që shtohet imani, besimi në Allahun Dhul Gjelal, edhe hini në xhennet. Edhe jo vetëm me shprehje si shprehje selam aleikum. Kur ta thush assalamu aleikum, thuje me zemër, thuje me shpirt, thuje me nijet të mirë, që kjo përshëndetje islame. Është përshëndetje që Allah Zogjel kështu neve muslimanve na ka mësue kur të takomi, se si mu përshëndet me njëri tjetrin. Mos të vere marrë me thonë selamu aleikum, se sot kemi shumë njerëzit të sëmur në zemrat e tyre, edhe në mendjet e tyre që dojnë me na anulue selamin, nuk e dëshirojnë shprehjen assalamu aleikum, pse ju pengon shprehja assalamu aleikum, nuk ka përshëndetje arabëve. Edhe arabët i kanë përshëndetjet sikur se tona që i kemi gjatë ditës, gjatë natës, gjatë mesnatës, gjatë mëngjesit. Përshëndetja selamu aleikum ashtën që Allah Azza wa Jall na i ka mësue. Ashtën pjesë e fesë,
ashtën përshëndetje edhe selam i banorëve të xhennetit, që na duhet më krenue që Allah Azza wa Jall muslimanët i ka nderuar me këtë përshëndetje. Pra, mendoj edhe pse armiqtë e Islamit mundohen me humb këtë përshëndetje. Një prej shkaqeve është që e shton dashurinë, që neve na bën të jemi vëllëzër në mes veti. E kur neve të na bën të jemi vëllëzër në mes veti, shtohet imani, besimi në Allahun Dhul Xhelal, dhe kështu hina në xhennet, e fitojnë mëshirën, kënaqësinë e Allahut Dhul Xhelal, edhe në këtë botë edhe në botën tjetër. Pra, nëse dëshirojmë që mushtu imani jon, mushtu vllazëria jon, shoqëria jon, duhet t'i japmi sa ma shumë selam njani tjetrit, edhe duke ja bashkangjit edhe buzëqeshjen. Je selam aleikum pa e shiku, je selam aleikum duke e shiku e shtremt, jo, e selamu aleikum edhe buzëqesh. Se thot Muhamedi alayhi salam, mos nënlërsonit nga punët e mira të hajrit, qoft edhe me taku dikan duke i buzëqesh. Pra nëse s'monesh mi ndihmu diçka, s'paku buzëqes. Mos e këshir shtremt, mos e këshir keq, mos e nënlërso këtë vepër, se e don Allahu Dhul Xhelal. Kështu ka thonë Muhamedi alayhis salam, pra nëse kjo ju duket e vogël, shumë e vogël që kur të takosh dikan mi buzëqesh, thot jo, kjo nuk është e vogël, është e mirë, është e dashur të Allahu Dhul Xhelal, pro kur gjo nëse s'ke mundësimi ndihmu dikuj, s'paku kur takosh me ta, thuje selamu aleikum edhe buzëqeshin në fytyrë, se kjo e shton dashurin, i forcon lidhjet tona, e shton imanin edhe na bën shkak që me fitue xhennetin e Allahut Dhul Xhelal. Po ashtu thot Muhamedi alayhis salam, thot mamin muslimin, thot nuk ka dy musliman që janë takues bashku, edhe përshëndeten me selam, edhe ja japin dorën njëri tjetrit, që kjo tregon edukatën më të madhe, shoqërinë më të madhe, vëllazërinë më të madhe. Thot dy musliman që janë takuar kanë përshëndet njëri tjetrin me selam dhe duke i fol për dorë, deri sa të ndahen, Allahu u afal mëkatet e tyre të vogla. Po shikoni, sa e madhe është, sa shpërblim të madh ka dini feje Allahu Dhul Xhelal. Për ata jam të ngut, s'kam vakt më nal, su në përshëndeta, ndalu, kur të takoj shokin tanë, vllavin tanë musliman, ndalu edhe foli, jepi selam, jepja dorën, edhe mos jalshot dorën. Për edukatës që e ka pas Muhamedi alayhis salam, gjithkuj, kur e ka për dorën, nuk e ka lshu për deri sa e ka lshu dorën. Kjo dëmë të thët edukat madhe që ka pas Muhamedi alayhis salam, dhe e ka ditë se çfarë vlere ka përshëndetja e dy muslimanëve. Pra shiko, deri sa të janë bashkë, thot Allahu u afal mëkatet e tyre të vogla. Pse? Për shkak që janë bashkue, nuk janë armiqësue. Kështu e largon armiqësinë, kështu e largon shejtanin, i largon të këqijat. Pra sa ma shumë duhet mu afrua, jo vetë hajt se shkova, s'kam vakt, eca, ndalu, jepi selam, jepi dorën, mos jalshot deri sa i tërshoje, dhe mundohu me net ma gjatë me ta, se me këtë Allah Azza wa Jall i shlin mëkatet e tona. Allah na fal të gjithve. Për shkaqeve tjera që neve na ban mëkan të dashur në mes veti, që e forcon vllazërinë tonë në Islam, është që vllavin tanë që e ke në fe, shokin tanë që e ke, preferohet mi thonë dhe duhet mi thonë që one të du për hir të Allahut. Kështu ka thonë Muhamedi alayhis salam, thot ata që e keni shok dhe e doni, shkoni edhe i tregoni se one të du për hir të Allahut, se kjo
e shton dashurin ma shumë, i forcon lidhjet edhe ma shumë, dhe kështu bëhemi më të fortë të gjithë. Pra të regoj atë që a ki po dikush thot unë e kam ata shok të zemrës. Të regoj, nëse i ki shok të zemrës, të regoj të kam shok të zemrës, të kam shok të shpirtit, edhe du për hir të Allahut, se kështu na ka mësue pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe kur ti thush që du për hir të Allahut, s'ka ma ti tradhti, s'ka ma ti intriga, s'ka ma ti mashtrime, s'ka ma ti kurtha, s'ka ma ti thik pas shpine, pra të du për hir të Allahut dhe gjithherë ka me qenë me ti, gjithherë ka me qëndru me ti. Pse? Se jam të dash për hir të Allahut Dhul Gjelal, që këtu nuk ka interes. Për shkaqeve tjera që neve na ban me dasht, edhe të jemi vëllëzër në mes veti, të mirë, të fortë, të bashkuar, është mi dhon hedije dhurat një janë tjetrit. Thot Muhamedi alayhis salam, tahadu tahabu, jep një dhurat njani tjetrit, ka mushtu dashnia juve. Qoft edhe një dhurat e vogël, qoft edhe një kemik, qoft edhe një misk i thjesht, jepja shokit tan, jepja dikuj për hir të Allahu Dhul Gjelal, kjo ka me shtue dashuri, jo për interes. Kur jepja për ata që e don dhe e ki shok, ka me shtue dashurin në mes nesh, qoft edhe ata që e posedon që nuk ka vlerë të madhe, po sa të kesh mundësi, jepni edhe ti japmi dhurata njani tjetrit, që Allah Azza wa Jall më këtë e shton dashurin edhe na ban vëllëzër sa më të fortë, sa më të mirë në mes nesh. Po ashtu për shkaqeve që janë shumë e rëndësishme, që neve na ban me dasht njani tjetrin, me bo vizita. Me bo vizita me njani tjetrin. Dëgjoni se çka thot Muhamedi sallam, "Ala akhbirukum bi rijalin min ahli al-janna", thot atë ju tregoj për disa burra, njerëz që janë banor të xhenetit. Dhe na gjithherë si në xhenetin, gjithherë si në me shkuën në xhenet. Kush janë ata? Thot an-nabiyyu fil janna, thot pejgamberi është në xhenet. O shahid fil janna, shahidi që ka luftuar në rrugt të Allahut Azza wa Jall, thot është në xhenet. O siddiq fil janna, thot edhe shoku i cili është i sinqert, ai i cili mundohet gjithherë të jetë i sinqert, e ka frikë Allahun Dhul Gjelal, gjithherë ka frikë nga veprat e tij, a pranohen a nuk pranohen, thot edhe ki është në xhenet. Wal mawlud fil janna, edhe fëmia foshnje që ka vdek pa u rrit, edhe ki thot është në xhenet, që kjo në fund ka të bëj me temën, thot war rajulu alladhi yazuru akhahu, thot edhe njeriu i cili e viziton vallajin e tij, edhe shokin e tij atje në që është në periferitë të qytetit, edhe ai thot është në xhennet. Që kjo e fundi ka të bëj me temën. Pra, vizita me shku me vizitu shokin tan, thot atje ku është në periferitë të qytetit, apo në anën e qytetit, ke ku ke, në anën e djathtë, majt, në fund, larg, afër, thot edhe ki është në xhenet, që vizitën e ka bëhe për hir të Allahut Dhul Gjelal. Pra shiko me një vizit për hir të Allahut Dhul Gjelal, që ja ban shokit tan, ka mundësi që me fitue xhenetin. Allah na boft inshallah prej të gjithve që kështu e vizitojmë njëri tjetrin për hir të Allahut Dhul Gjelal. Edhe pika e fundit që neve na ban me dash dhe të jemi vëllëzër për hir të Allahut Dhul Gjelal, që të futmi gëzime sa më shumë në zemrën e shokëve tonë, apo në zemrat e shokëve tonë, kur ata posaçërisht të kanë piklime, të kanë mërzia, jo me ashtu mërzin, jo me ashtu e piklimin, po mundoju që me fut gëzim në zemrën e vllau tan, në zemrën e shokit tan që e don për hir të Allahut Dhul Gjelal. Çka thonë selam? Thot veprat më të dashura që i don Allahu Dhul Gjelal,
e para prej tyre është që me fut gëzim në zemrën e besimtarit. Pra gjithherë jepi lajme të mira, jepi lajme të gëzueshme. Disa njerëz çuditësh me ta, çashtu janë negativ, i kanë edhe merak vetëm lajmet negative. Jo, kështu nuk është konë Muhamedi a.s. Muhamedi a.s. nuk e ka dashur ata që është negativ, e ka dashur ata që është pozitiv, të jep shpresë, të jep lumturi, pra më bë për atyre që na shpërndajnë, japmi lajme të gëzueshme, i gëzojna zemrat e shokëve tonë, e vëllezërve tonë, e besimtarve, se kjo është vepër që mas shumë t'i e dënë Allahun Dhul Xhelal. Pastaj tjetër të cila është me ja largu një vështërsi vllavit tan musliman. Kjo për shkaqeve që Allah Azza wa Jall këtë vepër e dënë. Pastaj se të me ja la një bërgj nëse i ka kushte të vështira, kjo është për shkaqeve që i dënë të vepra Allahu Dhul Xhelal. Po ashtu thot me ja largue edhe urin nëse është i uritur, i ka kushte të vështira. Thot sikur one të kisha ecë me një shok timin, vllajin timin që ka nevojë për ndihmë, thot për mu do të ishte më mirë se sa me bo itikaf një muaj në xhamin time. A dini çka do të thonë itikaf? Itikaf është menet me adhuru vetëm Allahun Dhul Xhelal në xhami. Shikone se çka thot Muhamedi a.s. Sikur se one të eci me një vlla timin që ka nevoja timi dalën ndihmë ndihmue, për mu është më e dashur se sa menet një muj ditë në itikaf në xhamin time. Po ashtu thot ai i cili shkon ec me vllajin e tij që ka nevojë me ndihmue derisa t'ja krije punën, derisa i tërhatohet, qetësohet, se të Allah Azza wa Jall këtij besimtari kam ia forcue këmbët e tij në ditën e Kiametit, kur do të rrëshqasin këmbët. Shikoni pra Allah Azza wa Jall çfarë shpërblimi të madh ka bërë për ata që dohen për hir të Allahut, edhe janë vëllezër për hir të Allahut Dhul Xhelal. Pra edhe nëse ec duke i ndihmue, duke ia krija që ka nevojë, thot Allah Azza wa Jall kam ia forcue këmbët ditën e Kiametit, ati kur rrëshqasin këmbët, ko është më rrezik edhe ko është më keq. Allah inshallah na ndihmoj që me ndihmue njëri tjetrin. Allah inshallah me lutjet tona të gjithve në ndihmon që kush ka nevojë me ndihmue, me ec në nevojën e tij për hir të Allahut Dhul Xhelal. E inshallah Allah Azza wa Jall me lutjet tona, pasi që s'kena mundësi që të jemi me vëllezërit ton posaçërisht në Gaza, inshallah Allah Azza wa Jall me niyetin ton, me zemrën ton, me shpirtin ton, na jep shpërblimin sikur se të jeshmi me ta, edhe me ndihmu atë njerëzi që janë duke vdek për ujë, janë duke vdek për bukë. Allah inshallah i ndihmoft ata edhe të gjithëve. Quli qauli hadha astaghfirullah li wa lakum.